Jam i kënaqur sepse ndeshja parë nuk është vetëm për me tregu se kemi ndërtuar një ekip ose se fituam me 3 pikëshin, po është një domethënie e madhe sepse kur e fillon marrë, e fillon pa stres dhe merr ndeshjet me radhë, po është diçka pozitive. Një fillim i marrë gjysma punës, kemi thënë. Është një skuadër e cila është formuar në ditët e fundit, pra është formuar shumë vonë për sa i përket një organizimi dhe na shërben kjo fitore edhe për konsolidimin e skuadrës, por edhe për me rrit moralisht si skuadër. Këtë eksperiencë e lojtarëve të Beskidzit sot? Them se eksperjenca e bëret veten, sepse lojtarët me eksperiencë e tregojnë veten, por edhe lojtarët e afruar të cilët ishin Emanueli, mund të vesh shembull ishte një në lojtarët më të dalluar, por edhe lojtarët të ri si Temi, të cilët spikaten në lojën e tyre. Unë jam i kënaqur, është bërë një grup simpatik, por është bërë një eksperiencë e ndërthurur me lojtarët të cilët dëshirojnë të ecin përpara. Them se të vazhdojnë kështu dhe shpresoj që të jemi në rrugën e duhur. Jo tha vetë person që skuadra është ndërtuar në ditët e fundit, ka qenë vështirë të krijuar grupin, organikën e duhur. Shumë e vështirë, por fal presidencës, e cila duke se e kanë marrë shumë seriozisht dhe na kanë dhënë shumë afër. Pra fal tyre është bërë një punë kolosale, por edhe drejtorit dhe në bashkëpunim të gjithë bashkë kemi bërë një punë shumë të mirë, sepse për një kohë shumë të shkurtër është ndërtuar një skuadër ku me syrin tim pretendoj si është një skuadër në më të mirë të kategorisë. Fitoi edhe Luzi edhe Sopoti, do t'jenë këto dy rivalet kryesorë të Beskidzit? Është herët me fol, po gjithsesi ato ka shumë vite të cilat janë rival të kësaj kategorie dhe janë skuadra të cilat kanë luajtur mirë, pra kanë shkuar deri në momentet e fundit gati vend play-off për me dalë në një kategori më lart. Them se duhet të jenë ato, por nuk e di, shumë shpejt.